Përshëndetje, mirë se vini në kanalin tim. Më duket që kjo me xhaketën blazerin nuk shkon fare, por se kjo brenda shumë e hapur, edhe ka gjithë kurizin e hapur, e më ngjesa pak freskët akoma. Plus kam frikë mos ekspozohet ndonjë gjë kënde anash, se marri pak si e gjerkën. Duhet të marrë diçka sipër, edhe pse nuk shkon kjo sipër shumë. Por kur të bëj ndonjë foto, ndonjë gjë, do e heq. Mire kisha unë që të marrë blazerin, po tani që dola realiteti hitit mihartë, sepse bën tepër shumë vap. E dini qarë, kjo glen që ka e pare kafes të mëngjes, është një nga happy moments të mija. Burë, që ben? Dikush më thënë në komentet që kur më flas në mikrofon dukem si, nuk e di, më shavi, tha që dukem keq. Njerëz, ju them diçka, sa shumë porit e më pak durim kam që të edukoj njerëzit e t'i them që po ke një mendim, thëje në mënyrë të bukur, shpreje mendimin tënd, me edukat, me kulturë, pa ofenduar tjetrin njërin tjetrin. Po si ju thash, poritem. Edhe nervat e mia sa shkojnë edhe po bjen, kështu që po nuk ju pëlqejnë kur flas në mikrofon, e çfarë e njërën, e tjetër, thjesht mos më ndiqeni. Ju lutem shumë unsubscribe. Thank you very much. Gjërat e 31 edhe po bëjmë një tjetër Angela. Ço po më ndodh? Sepse edhe një gocë më shkruajti që mjaft të mbrojtë Palestinën në kanalin tënd. E më tha, unë po ta jap si këshill, mjaft të mbrojtë Palestinën edhe shif të bësh show-n tënd në YouTube e kaq. Edhe isha unë like, what girl? I marr unë alej njerëzve për këtë do mbroj. Ke zoti madh, mirë që kemi algoritmin që nuk na paguan. Kur mbrojmë ata që duam të mbrojmë, po kemi njerëz që thonë jo, po ti mos i mbro. Nice. U zgjuam me burin tim, edhe vendosëm që ishte një ide shumë e mirë që të prenotojmë bileta për në Shqipëri. Kështu që për pak ditë nisemi për Shqipëri. Do jemi përsëri në Tiranë. Idealisht do shdesha të shkoj edhe një ditë në Durrës për plazh, se nuk kemi shumë ditë që t'ikëm në jug, edhe të rim pak ditë më shumë edhe të nxihemi, por paktën një tek pullditka në Durrës të më shohëm pak mbase diell. Maybe do shohëm. Faktikisht po shkojmë për punë, un kam punë, kam 1 2 3 4 5 punka. Eliana nuk mund të ishte me mua. Këto ditë do shkojmë. E tha Klajdi do vi buri jot me ty çarketi. Se e din që kam ankthin tim social edhe në përgjithësi general kur jam vet. Plus Klajdi ka shumë qejf të vi. E vërteta është që Klajdi erdhi tani te bazari, po para bazarit kishte një vit pa erdhur. E te bazari Klajdi deti 4 ditë ka, me zor 4 ditë ka, 3 ishin. Diçka e tillë. Përveç asaj, Klajdi është në një periudhë tani që po ndron punë, ka firmosur kontratë që të shkojë në një agjenci të re. Kështu që kjo do ishte javë e fundit që do punonte te kjo agjencia ku ndodhet tani momentalisht. Mori pronarin e vet në telefon e i tha dëgjoj, po ti ik 3 ditë ka para, do ma paguash? I tha rogën apo do më lesh parog? I tha i, po për 3 ditë do të bëj unë dinami, nik. Rastisi shumë mirë, kështu që jam shumë hapi të paktën për këtë. Vajtëm një xhiro në qendër, sepse desha të marrë lule. Mora një Monstera, emri vet internacional është Monstera, emri që kemi dhënë në shqiptarët është Shqiponja, edhe më pëlqen shumë emri Shqiponja, sepse nesër jemi të ftuar te shtëpia e shokëve të rinj. Është herë e parë që po shkojmë te shtëpia e tyre. E vërteta është që nuk i njohëm shumë mirë, që të di për shembull çfarë i mungon te shtëpia, edhe ti marr ata ose të di çfarë kanë pëlqime, ti marr diçka që lidhet me pëlqimet e tyre. E thash, duhet të gjej një ide pak më general. Edhe përveç se një shishe verë, çokoladë, kam pëlqyer ka njërin tjetrin, desha të marrë një lule. Kjo është vetëm një lule e vetmja që më ka duruar nën vite. Çdo gjë që të ndodh, kjo lule duron të gjitha fatkeqësi. Për lulen time fatkeqësia jam kryesisht unë. Por prap është gjallë ka duruar. E thash, përveç se është shumë e bukur për tu parë, është edhe një lule që duron shumë. Kështu që më duket ide e mirë të marr këtë, sepse kishte edhe orkidea, gjithë ato janë të bukura, po edhe orkidea ka marrë disa herë. Diku ka arritur një pikë që nuk ka nduruar me fatkeqësi, që po ju them përsëri jam unë. Shumë e bukur. I love it. Ajo është shqiponja ime Monstera që ka duruar. Ka vajtur ora 2. Ka kaluar shumë ora joni drekës. Gjeta më në fund pesto rosot, s'po e gjeja kaq ditë dhe do bëj makarona. Në këtë orë çfarë tjetër të bësh? Plus më erdhi edhe cikli dje në darkë, edhe kam vuajtje të tmerrshme, dua të haj që të marr një ilaç. Ma ditët para ciklit, ma hapet oreksi, kam shumë uri. E do thoni Angela, po tallë. Flas për trupin tim, kam shumë uri. Ma hapet një vrim e zezë që mund të ha edhe nuk ndalem. Edhe unë habitem me veten time. Derisa momentin që më vjen cikli, them prapë në normalitet. Gjithsesi dje mora në supermarket. Budallallakun e re që gjeta. E mendej me cookie dough, shumë të mira janë. Sidomos po të keni ciklin, janë fantastike. E mos ha keni, janë shumë të mira. Provojnë. Po bello. Alo Lucy.
Këto lullet e shkreta, nisi të shkreta, nuk duken e dal keq, edhe kam 2 javë në shtëpinë tim. Këto e presim të gjithë kur i marrim që do vdesën. Nuk janë të mbjellura, po tani duhet t'i heqim nga shtëpia jon sepse lullet e vdekura në shtëpi janë feng shui keq. Po. Dhe ne nuk duam feng shui të keq në shtëpinë tonë. Ja, duhet të bëj ndonjë punë, duhet të mbledh pak shtëpi. Po ndem barku, e po përtoj, e po bëm vap. Psikologjia ime nuk është e duhur, sepse po të ishte ajo e duhur, s'do më jepte beziasja tjetër. I don't wanna do anything at all, but I have. Një Merimang. Ishte Merimang, nuk tash më. Bebi më tha nuk duhet i vrasë Merimangat brenda në shtëpi. Tash këtu nuk është brenda në shtëpi, më tha jo, po barabar është shtëpia jote, se pastaj i tha ndodh diçka e keqe po i vrave. Edhe po si vrava ndodh diçka e keqe. Më hyn brenda në shtëpi. Edhe unë nuk i dua të shkret. Si dua fare. Edhe tani në behar, na, plot Merimanga, na. Do të pastroj pak edhe kuzhinën. Bëj çdo ditë qelbër. Pak shtëpinë, si përfundim e mblodha shumë. Mbarova kuzhinën, fshiva lava gjithë shtëpinë, lava edhe banjan, vura lavatriçën me krevatin e lushes, hoqa e tapetit që t'jen lavatriça e 2 tapetet, edhe ora ka vajtur 8 e mbasdites. Po ka diell akoma jashtë, se them çdo vit. Ka akoma diell jashtë, jam kaq e lumtur që duron dita deri në orën 9. Mendoj që do i them gjithë jetën time këtë gjë. Sa herë që vjen kjo periudha, do them në YouTube ka diell deri në orën 9, ka ditë deri në orën 9, sepse më krijon shumë lumturi të madhe. Detyrim të në orës 6. Bera dush, rregullova pak edhe flokët e mia, sepse shokët cilët do shkojmë nesër të bëjmë vizitë janë pak larg. E do nisem i herët, kështu që nuk do të rrit të merrem me mëngjes me shumë gjëra. Vura edhe iPad-shis edhe këtu, janë 2 gjëra ndryshe. Jam si e çmendure. Edhe dua të ulem sot, ta kaloj mbasditën e darkën time duke mbaruar librin e Dostojevskit. Më ka ngelur shumë pak, diku te 80 faqe akoma, që 80 faqe Dostojevski nuk janë edhe aq pak, por desha t'ju bëj një review. Në fillim më duket e thashë në një video tjetër, thash çfarë po lexoj? Çfarë është kjo? Është një periudhë tjetër, është diçka që nuk ka më sens sot. Pastaj sa më thellë hyn libri, aq më shumë kupton që është një libër filozofik, është një libër në të cilën flitet për politikë, për psikologji, për fe, për etik, edhe për shumë gjëra të tjera. Edhe është një libër aq shumë aktual akoma sot, që nuk e di si mund të ketë mundësi tematikat që trajtojnë këtu brenda të jenë të njëjta gjëra që unë mendoj si njeri. Edhe kuptova që Dostojevski është nga shkrimtarët që më përshtatet shumë. Kur të shkoj në Greqi do marr edhe libra të tjera, nuk dua ta lë vetëm me këta, jam e sigurt të paktën një tjetër që s'bën dua ta lexoj, që është Lefkes Nihtes, Netet e bardha, sepse kam lexuar shumë quotes nga ky libri, edhe dua ta marr ta lexoj të gjithë librin. Un kam arritur tani në një fazë në të 30-tat që si njeri kërkoj gjëra të tjera nga eksperiencat e mia, nga leximi, nga koha që harxoj me vete. Dikur adhuroj atë për romancat, që akoma sot i adhuroj. Thjesht kërkoj diçka ndryshe nga librat që un zgjedh të bledh dhe të lexoj. Dua në ato momente që ulem e lexoj të funksionoj trurim, sepse ju kam thënë shpesh herë që ndiem që me telefonin ndonjëherë po budallallikepsem fare. Thjesht nuk është një libër me të cilën do relaksohesh në asnjë lloj mënyre. Nuk është një libër relaks, është një libër që të fut në mendime të thella. Edhe unë e dua këtë gjë nga jeta ime. Kështu që po jeni në këtë fazë dhe juve që po kërkoni diçka ndryshe, ja u sugjeroj Dostojevskin, jepini thjesht pak kohë, mos e gjykoni që në fillim. Ashtu si bëra unë domethënë. E shpresoj t'ja dal ta mbaroj sot. Po jo sot, deri nesër të paktën. Jam munduar të bëj edhe me highlighter pjesët që le të themi më shënuan, senjaluan. Më lën diçka mua brenda në shpirt si njeri. Like really, ekzistojnë momente brenda librit që i kam lexuar edhe i kam rilexuar, domethënë e kam lexuar, jam rikthyer, e kam lexuar, jam rikthyer derisa të arrit të kuptoj çfarë do të thotë. Ose kam kuptuar që donjëherë me një fjali mund çdo njeri të kuptojë diçka ndryshe. Një fjalë e përdorur këtu mund të ketë sense të ndryshme, edhe çdo njeri zgjedh e merr atë që do. Bravo Fyodor Dostojevskit. Ja u strakëshilloj. Mirëmëngjes. Jo nga dita tjetër, por nga e hëna, do bëj një kafe, do bëj kafen time të parë të ftohtë të sezonit.
Këtu ndodhi ndryshimi i sezonit kështu. Dje që thash vajte me zite shokëtan. Ku bëm çull në tjerës. Bente ekstrem shumë vap. Që ditën që fillova vlogun, doli një vap e papar. Arritën 30 gradë. Tani duhet të kujtoa si beshi qumë shiftot edhe shpresoj që kam akull. Për ndryshe kot sa po e bëj të gjithë këtë. Do më thash nuk do ishte më mirë të shohësh si fillim po kek akull. Kam. Më doli pak më shumë kafe si sa do duheshe. Kështu është Freddo Espresso, por ne do e bëjmë me qumë është Freddo Cappuccino. Taran! Po, është mrekulli. Shumë të mirë, Bera. Bravo më qoftë, më lumshin duart. Djeja kaluam shumë bukur. Vajtëm edhe në një vend me natyrë. Ishte një vilë antike e vjetër në përkodra. Kishte edhe pishinë, kishte edhe qershi që mblodhën pak qershi edhe i hëngrëm direkt nga pema dhe ishin fantastike. Vajtëm pam edhe kuaj, se kishte një vend ku bënim mirëmbajtjen e kuajve, mund të bëje edhe xhiro me kuaj. Dua ta bëj xhiro me kuaj, po s'ma mban. Ja, frika ime më ndalon për çdo gjë në këtë jetë, duhet të filloj ta heq këtë frikë. Pash një çun të vogël që kishte i por si për te kali dhe po bënte xhiro. Çun i vogël. Sa do ishte? 8, 9, 10, 11 vjeç, diku aty. Pa frikë fare, ndërsa un kam frikë nga çdo lloj gjëje në këtë jetë. E kaluam thojse gjithë ditën ande, mbarova edhe librin që po ju thosha që desha ta mbaroj, e mbarova njerëz. Kam ndenjtur atë natë deri në 12 që ta lexoj, por vetëm atëherë më ra shpirti në paqen e qetësisë, sepse deri në fund nuk e dija çfarë do ndodhte. Edhe me zor po prisja ta rinte ajo pika që do kishte një happy ending. Në përgjithësi më pëlqejnë filmat e librat me happy ending. Nuk më pëlqen të kesh mundësi të shkruash një gjë e të japësh një përfundim të keq. Edhe pse realiteti nuk është gjithmonë me happy ending, po të paktën te librat edhe te filmat dua të ma lejnë këtë happy ending. Ishte happy ending deri diku. Aq happy ending sa do mund të ishte. Gjithsesi nuk dua të bëj spoilers për atë një tek pullëras mbase dikush nga ju ka qef edhe dëshirë ta lexoj. Jam xhaber për tu lar, sa kam hapur syt. Dhe meqense po flisnim për frikrat e Angelës, edhe rëndësinë që ato kanë për mua të paktën, ti te i kaloj, le të fillojmë duke thënë që po bëj dush në palestër. Ju thash që mora pesqirin, ja u tregova te holi e ju thash do të filloj të shkoj të lajm në palestër. Edhe dini çfarë kuptova? Që nuk ishte fare e turpshme, fare e sikletshme. Nuk e di pse te trurim ishte kaq pengesë e madhe. 2 vjet tani të hy të lajm në një vend ku shkojnë të gjitha gratë e lajm. Tani që Bera, edhe kuptova sa kollaj është, edhe sa turp nuk është. Habitëm me Angelën para një jave që nuk e bente. Kaq më dash që të më kaloj frika, por duheshit të bëja stepin e parë e të provoja diçka që më trem, diçka që të truri im vetëm ishte e madhe, jo në realitet. Disi kështu jam e sigurt që do ndodh edhe me kalin. Do shkoj të bëj xhiro në një kal, me shumë mundësi do më pëlqej, tepër si eksperiencë, do dua ta bëj edhe ta ribëj. Thjesht tani më duket sikur po un hypa te kali, ose do arri dot të hy, ose do bje, ose ky kali do të shmendet e do filloj të vrapoj edhe una nuk do di si ta ndaloj. Se këtu mendon trurim që do ndodh. Të mendoj koka ime një tek pullher, një scenar të mirë e të thotë çdo gjë do shkojë në rregull. Jo. E dini çfarë? Bëjmë një seri ku Angela te kalon frikat e veta, e të bëjmë çdo herë diçka të re që më krijon frikë. Të hy të shoh për xhiro me kuaj. Po. Do hapëm një pako që më ka arritur, të shoh çka ka brenda, të ve lavatriçet se mund të do të marr ndonjë gjë me vete tani në Shqipëri. Polka dots, of course. Setesh. Kuptova. Shpresoj mos jenë shumë të shkurtra. Janë me bel super të ulët, por mbrapa nuk kam frikë të ekspozohem. Edhe pse ka xhaket, materiali është tepër shumë i hollkë. Nuk e vesh këtaj që të mbaj ngrohtë. Shumë stylish, shumë cute, më pëlqen. I'm been there all night. Çfarë ke me lushe? Si po cancuni me dëgjove diçka? Do e vesh në shtator tani këtë supozoj. Tu jam xhinkse. Është xhaket. Por përsëri për shtator. Nuk e prisja të më pëlqej kaq shumë. Është 100% të stili im. Mega approve. Kjo është bluzë po fund. Për në verë, është yll. Gjingla minglat mua më pëlqejnë tepër. Do të shoh si do e laj. I rehatshëm, shumë bukur. Nuk besoj që do gjej diçka tek ky holi që do më pëlqej më shumë se ky seti. Janë pantallona kapri, nuk janë fix pantallona, janë leggings, edhe janë set me këtë bluzën, që tani kjo bluza kështu mbahet, ose mbase mbajt kështu, mbrapa duken disi kështu. Kto janë të njëjtat pantallona. Kjo mbase është gabim. Mora edhe këtë bluzën. Kudo polka dot, domethënë ngjan me atë që kisha veshur ditën e parë. Po, prapë është ndryshe. Ajo. Këto fustanet ishin në modë në vitet e 2000. E di. Por më duket që po rikthehen avash, edhe desha të marr një të provoj, të shoh po më pëlqen. Është mjaft i shkurtër. Nuk jam e sigurt po më pëlqen apo jo. Ka këtë vibe-in Y2K, edhe nga ana tjetër më duket disi ta shoh të veshur këtë fustan të asaj periudhe në vitin 2026. Një tjetër fustan i bukur është ky. Ka edhe shallin e vet, tepër shumë elegant duket ky. Përsëri do shkonin flokët e kapura më shumë këtij fustanit. Po pëlqas vape. Po mundojmë edhe unë vetë ta kuptoj. Po nuk jam e sigurt për këtë pjesën këtu. Gjithsesi fustani për plazh është yll. Ky fustani myth
thjesht, më kollaj për të veshur në raste të ndryshme, më pëlqen, sepse ka edhe detajin e vet, është i lehtë, ka rinë shumë bukur në trup. Ka edhe këtë që më pëlqejnë këto gjerkat. Ka ndalë shumë në modë këto bluza tani, Japanese style, e thash të marr një, po shumë e dukshme kjo. Do ose sutjena ngjyrë tjetër, më ngjyra e lëkurës time, se këto duken të bardha, ose të zeza fare. Edhe të zeza nuk e di po do më pëlqejnë të duken. Por bluza si bluzë është yll. Sutjena të bardha mbase më mirë Angela, një bralet. Po e njëjta bluzë. Por kjo më ri më mirë nga të gjitha sepse më rin si duhet te kjo pjesa anash, edhe nuk kam frikën që do dal diçka. E mbaj mend që isha me dy mendje ta marr apo jo, bëra shumë mirë që e mora, më pëlqen. Dhe bluza e fundit ka ca gjëra që varen. Ka këto, duket si oktapus. Kjo pjesa kështu. Po tani më takon të mbledh gjithë këtë pjesën këtu. Bajta edhe në palestër si gocë mirë që jam. E tani duhet të hyj të bëj dush, ve lavatrice e të filloj të mendoj për valixhen time, që duhet bërë gati edhe përsëri Angela nuk ka bërë ndryshimin e rrobave dimërore me ato verore. E prap kam të njëjtin hall që nuk e di çfarë do marr me vet. I bëra të gjitha ato që ju thash, po nuk filmova. Bëra i gjithë ndrimin e dollapit, nuk e besoj dot që e bëra. Kemi ndetur gjithë pas dite me Klaudin e jemi marr. Bëra gati valixhe. Por trurim bëri delete faktin që un po bëja vlog. E kjo do me thënë, trurim nuk po funksionon si do duhesh. But it is what it is, nuk mundem ta kthej kon mbrapa, duhet t'ju mbyll. Do thuash ti me zor na ke hapur. Çdo gjë thuaj se gati. En taran, tani kam edhe vend që të mbush këtë dollapin. Opa, çfarë po ndodh me dritat? Haunted house. Shkoni këtu, sa shumë varë se u zbrazën, mos kini mera, kanë me çfarë të mbushën. Thjesht nuk ja marr edhe me këtë pjesën e fustaneve që janë fustanet e House of CB për shembull, ose të tjera që janë shumë të mira. Ato akoma nuk i kam rregulluar, po do bëhet edhe kjo. Kështu që neve do shihemi te video radhës nga Shqipëria. Mua!